Zonja Sadakat e vendos kushtin e saj në mënyrë të prerë dhe pas një lëkundje. Ajla duhet të martohet patjetër me Xhianin, sepse kështu e kërkojnë traditat dhe rregullat e shtëpisë së tyre. Fjalët e saj bien si një goditje e rënd për Ajlën, e tronditur nga ajo që dëgjon. Ajla shpërthen në një të qeshur nervoze, duke i thënë se kjo është e pamundur dhe se një vendim i tillë nuk mund të merret në këtë mënyrë. Fjalët e saj bien si një goditje e rënd për Ajlën, e tronditur nga ajo që dëgjon. Ajla shpërthen në një të qeshur nervoze, duke i thënë se kjo është e pamundur dhe se një vendim i tillë nuk mund të merret në këtë mënyrë. E dëshpëruar, Ajla i drejtohet Xhianit duke i kërkuar të ndryhë dhe ta ndalojë temën nga këto kërkesa të pajustifikuara. Por zonja Sadakat nuk të riqet, me një ton të ftohtë dhe kërcënues, ajo shpreh qartë: në këtë shtëpi, Ajla ose do të qëndrojë me fustan të bardhë, ose do të largohet me qefin. Këto fjalë mbyllin bisedën në eshtje të rënd, duke lënë Ajlën dhe Xhianin përballë një vendimi që mund të ndryshojnë përgjithmonë fatin e tyre. Kaja i kërkon llogari Nares se kush ishte personi që ndihmoi Ajlën të largohej nga shtëpia. Ai është i bindur se pas gjithë asaj që ndodhi, fshihet pikërisht Nare për ta vërtetuar dyshimin e tij. Kaja kontrollon kamerat e sigurisë dhe aty sheh qartë Naren duke biseduar me Ajlën në momentet vendimtare. I sigurt për atë që ka zbuluar, Kaja shkon menjëherë tek Xhian dhe zonja Sadakat dhe u tregon gjithçka. Përballë kësaj, Xhian e qorton ashpër Naren, duke i thënë se me veprimet e saj ka rrezikuar jetën e Denizit. Por këtë herë, Nare nuk përmbahet. Ajo merr guximin dhe shpërthen, duke thënë se në këtë shtëpi të gjithë detyrohen të martohen pa dëshirën e tyre. E revoltuar, ajo i drejtohet nënës së saj me një pyetje të dhimbshme: a është vërtet e lumtur duke shkatruar jetën e të tjerëve? Fjalët e saj e nxjerrin zonjën Sadakat nga vetja. E pushtuar nga zemërimi, ajo nuk përmbahet dhe i bie Nares me shuplak, duke lënë të gjithë të tronditur nga ashpërsia e skenës. Xhiani kërkon llogari Sadakatit përse po e detyron Ajlën të martohet me të. Ai e pyet drejt për drejt se çfarë qëllimi fshihet pas këtij vendimi kaq të ashpër dhe të padrejtë. Por Sadakati nuk përpiqet as të zbusë situatën. Me ton të prerë, ajo i përgjigjet se ky nuk është një propozim, por një kusht i vendosur me vetëdije. Ajo pranon se po e përdor martesën si mjet, vetëm që Ajla të mos ketë asnjë rrugë tjetër përveç se të largohet nga shtëpia e tyre pa djalin Denizin. Sipas saj, ose Ajla do të pranojë këtë martesë, ose do të largohet e vetme pa të birin. Xhian shkon të bisedojë me Ajlën për t'u sqaruar. Ajo nuk e mban me brenda zemërimin dhe ja shpreh hapur gjithë urrëtitjen që ndjen për të dhe familjen e tij. Me fjalë të forta, ajo e kritikon se si është e mundur që në atë moshë të rritur ende të bindet verbërisht urdhrave të nënës së tij, edhe kur këto vendime të shkatrojnë jetën e njerëzve. Xhian e dëgjon në eshtje dhe më pas i premton se nuk do ta përsërisë më gabimin e martesës kundër vullnetit të tij. Ai thotë se këtë herë do të veprojë ndryshe dhe do të përpiqet të ndalojë nënën e tij. Në fund, ai e këshillon Ajlën që të kthehet në Kanada për të shpëtuar të gjithë këtyre ngjarjeve, por pa Denizin. Këto fjalë coptojnë Ajlën me lot në sy. Ajo i përgjigjet se këtë gjë e ka të pamundur ta bëjë, sepse Denizi ka nevojë për të dhe ajo nuk mund të jetojë ndar nga djali i saj, pavarësisht çdo rreziku. Xhiani thot Kajës se sipas tij, Ajla nuk do të ketë me asnjë zgjidhje tjetër dhe se shumë shpejt do të detyrohet të marrë vendimin për t'u larguar në Kanada. Por kjo bisedë nuk mbetet vetëm mes tyre, ajo dëgjohet fshehurazi edhe nga zonja Sadakat. Sapo e kupton se Ajla mund të largohet pa Denizin, në fytyrën e saj shfaqet një kënaqësi e hapur. Ozgan, burri i Nares, vjen në shtëpi për ta marrë atë me vete. Nare, e lodhur nga gjithçka që ka përjetuar, vendos të largohet dhe të shkojë me të. Por përballë i del Shahini, i cili përpiqet ta ndalojë. Edhe Xhiani lutet Nares të mos largohet, duke u përpjekur ta bindë që të qëndrojë. Në atë moment, shfaqet edhe zonja Sadakat. Ajo i drejtohet Nares me qortim, duke i thënë se si mund të shkojë përsëri tek burri që ka ngritur dorë ndaj saj. Por Nare i përgjigjet pa hezitim dhe me dhimbje, edhe nëna e saj, pra vetë Sadakati, ka ngritur dorë ndaj saj. Ajo i kërkon nënës t'i kërkojë falje për atë që bëri, por Sadakati nuk pranon të kërkojë falje dhe qëndron e ftohtë. Tensioni rritet edhe më shumë kur Shahin përfshihet në një përplasje fizike me Ozganin. Në përpjekje për t'i ndarë, Naren ndryn mes tyre. Në rrëmuj, Shahini shtyhet pa dashje me Naren dhe ajo rrëzohet. Ajo ndihet menjëherë keq dhe gjendja e saj përkeqësohet
duke u dërguar me urgjencë në spital. Nare dërgohet me urgjencë në spital e shoqëruar nga Ajla, Xhiani dhe gjithë familja presin jashtë derës së urgjencës, të mbushur me ankth për gjendjen shëndetësore të Nares dhe fëmijës së saj. E dashura e Xhianit përpiqet të jetë afër zonjës Sadakat, por ajo ruan një qëndrim të ftohtë dhe të distancuar, pa dhënë asnjë shenjë butësie. Atmosfera mbetet e rëndë dhe e tensionuar. Ndërkohë Ozgan, i mbushur me zemërim dhe fajsime, akuzon hapur Xhianin se Nare ndodhet në atë gjendje për shkak të tij dhe familjes së tij. Fjalët e tij shtojnë edhe më shumë tensioni në korridorët e spitalit, ku të gjithë presin me frikë për fatin e Nares dhe të foshnjës. Ajla i kërkon falje Nares me lot në sy, duke i thënë se për shkak të saj ajo përfundoi në atë gjendje. Ajo ndihet e rënduar nga faji dhe nuk arrin të përmbajë emocionin. Por Nare qetëson menjëherë dhe i thot se asgjë nga kjo nuk është faji i saj. Me izë të lodhur por të qartë, ajo ston se ndoshta vetë ka gabuar që nuk ka qenë me guximshme në vendimet e saja. Në një moment sinqeriteti, Nare i rrëfen Ajlës se ajo dhe Shahin e kanë dashur njëri tjetrin, por jeta dhe rrethanat nuk i lanë të ishin bashkë. Ky rrëfim e mbush Ajlën me edhe më shumë dhimbje për gjithçka që ka ndodhur. Ajla i kërkon të qetësohet, t'i largojmë mendimet e rënda dhe të mos mendojmë me për gjëra që e shqetësojnë. Sadakat e akuzon drejt për drejt Shahinin për atë që i ndodhi Nares, duke i vënë gjithë përgjegjësinë mbi të. Fjalët e saj e lëndojnë thellë Shahinin, i cili mbetet i heshtur dhe i tronditur nga akuzat. Por nga ana tjetër, Kaja i qëndron pranë dhe i ofron mbështetje, duke kërkuar të mos e fajsoj veten për një ngjarje që doli jashtë kontrollit. Nga ana tjetër, Mine, e dashura e Xhianit, prezantohet për herë të parë me Ajlën. Takimi mes tyre është i ftohtë dhe i rezervuar. Pas vizitës në spital, Ajla dëshiron të kthehet në shtëpi me taksi. E lodhur dhe rënduar emocionalisht, por Xhian këmbgul ta shoqëroi vetë, duke treguar kujdes për të. Ky veprim i Xhianit nuk i pëlqen as pak Mines, e cila e përjeton këtë gjest si një shenjë që mes Ajlës dhe Xhianit ende ka diçka të pathënë. Atmosfera mbetet e ngarkuar dhe plot tension të fshehur. Xhihani dhe Ajla kthehen në vil, por sapo hyjnë, përballen me një goditje tjetër të rëndë. Zonja Sadakat i ka përgatitur valixhen Ajlës dhe i kërkon të largohet menjëherë nga shtëpia. E tronditur, Ajla shpërthej në lot dhe kërkon që të takojë Denizin, por Sadakat e ndalon pas një mëshirë. Në atë moment ndërhyn Xhian dhe kërkon që Denizit i lejohet të takojë nënën. Ajla i afrohet djalit dhe me lot në sy, i lutet të shkojë bashkë me të. Por Denizi refuzon, i friksuar nga gjithçka që ka ndodhur, i thot se mendon se disa njerëz të këqij mund t'i ndjekin dhe nuk ndjehet i sigurt të largohet. Kaja e merr Denizin dhe e largon nga Ajla, duke bërë ndarjen edhe më të dhimbshme. Pa pasur me asnjë rrugë tjetër, Ajla detyrohet të largohet e vetme nga vila me zemrën e thyer. Por vështirësitë nuk mbarojnë aty. Kur mbërrin në hotel për të kaluar natën, Ajla përballet me një tjetër goditje. Kartat e saj të kreditit nuk funksionojnë. E vetme pa mbështetje dhe pa mundësi pagese, ajo mbetet përballë një pasigurie të plot për të nesërmen.